Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kosova është prioritet i politikës së jashtme të Shqipërisë. Angazhimi konfirmohet nga Ministria për Ropën dhe Punët e Jashtme gjatë vizitës zyrtare në Prishtinë. Në takim me homologun e saj Glauko Njufsa, Elisa Spiropali angazhohet për të intensifikuar procesin e njohjeve të reja dhe të antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Shqipëria do të intensifikojë angazhimin diplomatik për zgjerimin e njohjeve në koordinim të vazhdueshëm së bashku krah për krah, por dhe për përparimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Shembulli i bashkëpunimit tonë për antarësimin në Këshillin e Evropës është një dëshmi e qartë se si mund të punojmë së bashku dhe me efikasitet. Sipas Spiropalit, integrimi evropian i Kosovës është testi i koherencës së vetë Bashkimit Evropian me vlerat që i përfaqëson. Kosova ka dëshmuar qartësi euroatlantike, përkushtim ndaj reformave dhe stabilitet institucional. Ky përkushtim duhet të përkthehet në vendime konkrete. Ministria për Punët e Jashtme e Shqipërisë paralajmëroi dhe një takim të përbashkët ndërmjet dy qeverive brenda vitit 2026. Zëvendës kryeministri i parë, kryediplomati kosovar Glauko Njufsa është shprehur i bindur se koordinimi me Shqipërinë do të fuqizojë përpjekjen e Kosovës për antarësim dhe në Këshillin e Evropës, në NATO dhe organizata të tjera të rëndësishme ndërkombëtare. Dhe jam i bindur se koordinimi ynë do ta fuqizojë përpjekjen e Kosovës për antarësim edhe në Këshillin e Evropës, edhe për parafrimin ton dhe antarësimin ton drejt të NATO-s dhe në organizata të tjera të rëndësishme ndërkombëtare. E ardhmia jonë ashtu si e kaluara jonë do të jenë të lidhura për gjithmonë, sa më i fortë që të jetë koordinimi ynë, aq më e sigurt do të jetë rruga jonë drejt Bashkimit Evropian. Në prani të ministres së punëve të jashtme, Njufsa përgëzoi Shqipërinë për hapat që ka bërë vendi sa i përket integrimeve europiane. Thellimi i bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Kosovës, reaktivizimi i mekanizmave institucional të bashkëpunimit, përgatitjet për mbledhjen e përbashkët qeveritare dhe zbatimi i marrëveshjeve të nënshkruara janë disa nga temat kryesore të takimeve ndërmjet ministres për Ropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë Elisa Spiropali me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani dhe përfaqësuesit më të lartë të politikës. Pjesë e diskutimeve janë dhe zgjerimi i bashkëpunimit ekonomik, veçanërisht shtimi i projekteve infrastrukturore dhe energjetike të përbashkëta, pa lënë mënjan koordinim në mbështetje të faktorit shqiptar në rajon dhe bashkëpunimin me diasporën. Shefi i diplomacisë Kosovës Glauko Njufsa e shikon unitetin për president të shoqërisë në Kosovë rreth familjes Jashari. Pas interesimit të mediave, numri 2 i qeverisë vlerësoi se ka mirë kuptim, por shmangur përgjigjet nëse ka patur një ftesë konkrete për kandidaturë. Një pritje pozitive, një konsenzus automatik në shoqërinë tonë është një president nga rrobat e familjes. Komandanti i Forcës Paqëruese të KFOR-it, General Major Ozkan Ullutash mohon informacionet për reduktim të trupave amerikane në Kosovë. Ai tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të luajnë rol thelbësor për të ofruar siguri në të gjithë Kosovën. Përbërja dhe pozicionimi i KFOR-it rishikojnë periodikisht dhe përshtaten sipas zhvillimit të rrethanave në mënyrë që misioni të mbetet efektiv. Aktualisht nuk ka ndryshime të rëndësishme në shqyrtim, deklaroi Ullutash. Komandanti i Forcës Paqëruese të KFOR-it theksoi se vazhdon të kërkojë llogaridhënie për sulmin në Bajnës në vitin 2023, duke këmbgulur që autorët të përballen me drejtësinë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.